Përshëndetje të gjithëve. Tu jemi tek Lajja Skëndeli Bohova. Shikoni tabelën Bashkisë Flushti. Shikoni çfarë data thot fillimi i punimeve? Maj 2026. Po të shikojmë edhe këtej s'ka data të fundimit gusht 2026. Pra jemi mes korrikut, nuk është bërë absolutisht asnjë gërmim, asnjë lloj sistemimi apo jemi këtu për trekun, ndërkohë që të gjithë tregtarët e Shkreti Hoqën i lanë pa bukë kalamaj. Me këtë ushqeshin, me këtë manifamiljen, presit hapet ky treg sepse policia bashkiake na të palo pilafin i hoqë nga rrugat shkretat dhe sot mezi nxjerrin korën e bukës. Nuk kanë më, zero, sepse kanë i lanë në shkretir. Ka një gjë, po të shikojmë këtu, zakonisht fitojnë këto firmat që po të shikojmë në tendra atjerë janë rrinë gjithmonë me ca deputet që kandidojnë për deputet PS-s. Do të ja u tregoj në fund materiale, do të keni edhe një surprizë. Pse ky tender është me flamur të kuq? A e dini se për çfarë janë skualifikuar ose skualifikuar një operator tjetër? Vetëm se nuk ka skrep me zinxhir. Nuk ka skrep me zinxhir. Tani të shikojmë skrepin e Modestes këtu në terren. Buket me skrep me zinxhir ky. Tjetër është skualifikuar se nuk ka skrep me zinxhir. Ku ka zinxhir? Ky me gomë rrika, ai me zinxhir nuk ishte zinxhir e tjetër nuk fitova. Kështu që ky është i tender nga Open Data, prap me flamur të kuq, rast për të verifikuar. Urdhro për këtë sheshin, sa asnjë njeri s'ka vënë dorë, s'ka filluar. Tu kalon dhe rryma 20.000 kV që nuk e di se si do ta bëjnë dhe çfarë do t'i gjejnë se ka probleme me rrjetin elektrik këtu poshtë që është kalon 20.000 kV, por mbi të gjitha ka lënë të gjithë tregtarët në mëshirë të fatit dhe kjo është drama më e madhe që i ndodh ka kjo lagje. Pra siç e pata ti duhet fillonte në maj, nuk ka filluar, ka bërë vetëm të palorrëfin, ka heq tregtarët e shkret dhe në fund gushtit kjo do mbaroj. Ne jemi në pritje, hap pas hapi, që ato lekë e taksa paguesve shqiptar, vetë atyre të shkretat hallëxhimi që shisnin këtu, vend tek i Zotit. Do presim fundin e gushtit, por me gjë. Shikoni pse keni skualifikuar, ja u e ka rrotën ai, nuk ka zinxhir, është me rrot. Dhe për një gjë tjetër, mos ndoshta se në gjithmonë ka qenë bashkim operatorësh në tenderet e tjerë me ata që janë të ujësjellësi dhe që akuzojnë për tenderin e ujësjellësit mbi 5 milion euro për të dushkut, por me atë do merremi çik më vesh, sepse pas ka fituar qelloka që e fiton një kandidat që ka kandiduar për listat e PS-s. Megjithatë, ai është një moment tjetër. Shikojmë te momentin e parë, jepini përgjigje qytetarëve.